Nëse pini një lugë uthull molle çdo ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të marrë vlerat ushqyese të saj. Por pavarësisht nga aroma dhe shija, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme, të cilave u referohemi sipas Healthline, konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu do të sjellë përfitime të mira për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe do të lehtësoj gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen në tërësi organizmit tuaj. Por si mund ta përdorni uthullën e mollës për të marrë vlerat e saj shëndetësore? Uthulla e mollës ka një përqindje të lartë të elementeve acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Përpasoj, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës si fillim duhet të pihet jo më shumë se një lugë çaji të tretur në një gotë me ujë. Sugjerohet që gjithmonë të tretet në ujë dhe asesi të mos pihet direkt nga shishja. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse pini një lugë çaji uthull molle të tretur në ujë çdo ditë? Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me elementë të mirë të fibrave, të cilat do të mbrojnë në kështu shëndetin tuaj të stomakut, përveç tretjes dhe problemeve të paksuara të stomakut. Uthulla e mollës do të shërbejë si një laksativ, duke zgjidhur çështjet siç janë për shembull edhe konstipacioni. Uthulla e mollës rregullon pH-in. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrit të pH-it, veçanërisht atë të lëkurës dhe shëndetit tuaj të flokëve. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet e mira të mundshme të saj. Uthulla e mollës është e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një risk i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut dhe zonave të ndryshme të trupit, ndaj edhe përfitimet të mira të saj do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Studimet kanë treguar se konsumi direkt i uthullës së mollës ndihmon ngadalësimin e tretjes dhe karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës përpara gjumit ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak që zgjat deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina në trupin tuaj nëse shtoni kështu uthullën e mollës në vaktet tuaja ditore. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin më të mirë të shëndetit tuaj të mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta konsumoni atë rregullisht. Në fund, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës do të rrisë gjithashtu ndjesinë tuaj të ngopjes, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë që të evitoni kilogramët e tepërt trupor. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet të paktën gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë në pakësimin e depozitave dhjamore dhe për të rënë gjithashtu nga pesha e tepërt trupore. Ndaj, shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën. Uthulla e mollës është një produkt i vërtet shtëpiak. Njerëzit e kanë përdorur atë prej 10 vitesh si një ndihmë efektive për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se përdorimet të tilla të uthullës së mollës në mbikëqyrjen e duhur mjekësore mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni uthullën e mollës në vaktet tuaja ditore si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në dobi të vlerave të trupit. Sidoqoftë, ekspertët tregojnë se
Përdorimi i dur i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin e përgjithshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse në shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin. Ajo i kthen ato në acide acetike, i cili gjithashtu është një përbërës kryesor të uthulla e mollës dhe mund të jetë edhe përfituesi kryesor për vlerat e tij të shëndetshme. Ekspertët e Healthline cilësojnë përdorimin e uthullës së mollës si një ndihmë shumë të mirë kundër bakterieve të ndryshme dhe të dëmshme. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të vrasë bakteriet e dëmshme dhe të parandalojë shumimin e tyre në organizëm. Ndaj, përfitimet të tilla të kësaj bime mund të jenë një ndihmë e veçantë për shëndetin tuaj ditor. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e peshës së tepërt trupore, ndaj duhet të përdoret gjithmonë me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara nga eksperti. Por duhet të dini disa sekrete përpara përdorimit të uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore. Nëse jeni një person që merrni medikamente dhe doni të përdorni uthullën e mollës, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet negative që ajo mund të shkaktojë në organizmin tuaj në tërësi. Uthulla e mollës është një produkt i cili prodhohet duke grimcuar dhe fermentuar sheqerin dhe majan që gjendet te molla. Kryesisht në format e saj natyrale, uthulla e mollës mund të përbëjë një faktor të mirë ushqyes për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Duke u përdorur në kujdesin e dur të një eksperti, uthulla e mollës do të shndrohet në një aleate të vlefshme të organizmit dhe shëndetit tuaj në tërësi. Uthulla e mollës është e pasur me element të dukshëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që jep asaj një aromë të fuqishme. Studiuesit nxjerrin në pas se ky acid mund të jetë përgjegjës edhe për përfitimet e tij shëndetësore, pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik shumë të rëndësishëm për organizmin tuaj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e bakterieve të dëmshme, të cilat mund të akumulohen shumë shpesh në organizmin tuaj, dhe përdorimi i uthullës së mollës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në reduktimin e tyre. Uthulla e mollës njihet si një larguese e patogjenëve dhe disa llojeve të bakterieve, të cilat gjithashtu veprojnë në organizmin tuaj në mënyra të ndryshme. Studime të ndryshme kanë cituar se përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të kthehen në një aleat të vlefshëm të organizmit. Uthulla e mollës është një ndihmëse shumë e mirë edhe për personat që duan të humbasin kilogramat e tepërt trupor. Ulëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të nxjisë ndjenjën e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që të konsumoni më pak kalori gjatë gjithë dietës suaj. Sipas një rishikimi të fundit, uthulla e mollës mund të përfshihet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese, për sa kohë përdoret me kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë një ndihmë shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj kardiak, duke renditur përfitimet kryesore që do të merrni me vlerat e kësaj përbërje do të jetë gjithashtu një ndihmë e veçantë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen dhe të mbahen në kontroll nëse përdorni edhe elementet e duhur ushqyes. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në këtë aspekt në uljen e triglicerideve dhe kolesterolit total, duke i dhënë kështu organizmit tuaj një mbrojtje më të mirë dhe efektive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mirëbërëse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme të saj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.